Mirë se vini në horoskopin nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e hënë 15 dhjetor 2025. Dashi. Ju do të merrni një ndihmë të këndshme. Ju mund të nisni veten në iniciativa të reja sportive. Sportet ekipore, futbolli dhe futbolli 5-1 janë shumë të njohura. Demi. Sot keni një ngarkesë të madhe emocionale. Ju pëlqen konkurrenca, tani mund të fitoni shumë sfida, veçanërisht në punë. Binjaket. Disa bezdi të vogla, por mos u shqetësoni, shtyni çdo lloj takimi për nesër. Ju duhet të bëni paqe me një person me të cilin kohët e fundit ka pasur grindje të vazhdueshme. Gaforia. Ka energji të mirë në ajër. Mos u merrni me fatalizëm ose pesimizëm. Nëse keni punuar mirë në të kaluarën, tashmë mund të keni arritur një qëllim të madh. Sot ju jeni në krye. Luani. Çështjet e parave kanë të bëjnë me çifte që janë ende në këmbë, por edhe ata që nuk kanë qenë së bashku për një kohë. Mos u vë shumë rëndësi fjalëve ose qëndrimeve të njerëzve që të sulmojnë. Virgjëresha. Ju rrezikoni të mbani disa tensione shumë gjallë. Dashuria në dyshim, por ju mund të shihni se diçka nuk është në rregull, keni kujdes. Sot jeni nervoz dhe në ankth sepse ka shumë çrregullim rreth jush. Peshorja. Surpriza të pabesueshme po vinë në jetën tuaj profesionale, zgjedhje që hapin një fazë jashtëzakonisht krijuese dhe përmbushëse të punës tuaj. Dashuria do të shpërblejë dëshirat tuaja, çifte të preferuara. Akrepi. Në dashuri, shmangni përballjet e drejtë për drejta. Shkarkoni disa përgjegjësi për t'u ndjerë më të lirë. Shigjetari. Unë nuk përjashtoj disa fitime shtesë, veçanërisht nëse punoni me komision. Nëse keni hije me gjysmën tjetër, do të gjeni pika të reja marrëveshjeje dhe pikërisht këtë mbrëmje rrugën drejt një afrimi të ëmbël. Britsjapi. Intuita juaj ju tregon se kjo do të jetë një ditë pozitive. Periudha ndihmon të gjitha ata që duan të përjetojnë pasione dhe emocione të veçanta. Ujori. Një ditë e qetë, por nuk jeni faji juaj. Kjo është një kohë vendimtare për të marrë vendime të mëdha në lidhje me shtëpinë ose karrierën tuaj. Është e rëndësishme të gjeni dikë që mund t'i besoni dhe të hiqni dorë nga përgjegjësitë. Peshqit. Pak intolerancë sepse partneri është i largët në mendje ose fizikisht. Ka mundësi që në punë të mos jeni të kënaqur me disa situata, të dëshironi të hiqni dorë nga një angazhim, por për momentin nuk është e mundur. Regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Së shpejti.